madhëruar të na mbroj nga të këqijat e vetëve tona dhe të këqijat e fundeve tona. Atë njeri që Allahu i madhëruar e humbi nga rruga e drejtë, nuk ka kush mundësi për njerëzit dhe gjinëve ta udhëzojnë në rrugën e drejtë. Atë njeri që Allahu i madhëruar e udhëzoi në rrugën e drejtë, nuk ka kush mundësi prej gjinëve dhe njerëzve ta devijojë nga rruga e drejtë. Dhe atë njeri që Allahu i madhëruar e devijoi dhe e humbi nga rruga e drejtë për shkak të punës së tij të keqe, askush nuk ka mundësi ta rikthejë në udhëzim në rrugën e drejtë përveç tij. Të dashur vëllezër, dëshmoj dhe deklaroj se i vetmi i cili meriton të adhurohet me të drejtë është Allahu i madhëruar i vetëm dhe i pashok, dhe se Muhamedi alayhis salam është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Alhamdulillah, Allahu na dha jetë të rikthehemi sërish në mësimin tonë javor, na dha shëndetin, na dha udhëzimin tek e mira, na dha durimin për punët e mira, na dha sukses që të vim, të falemi dhe mbas faljes të mbajmë mësimin e sotëm inshallah, me ndihmën e tij të vetme, dhe lutë Allahun Azza wa Jall të më japë mua durim dhe juve që të përfitojmë nga këto mësime javore. Filluam shpjegimin e librit ose një libër të vogël që e ka shkruar dietari i njohur Muhammad ibn Abdul Wahhab. E njihni si dietar? Ai që ka shkruar Reparimet, librin e Tauhidit, shumë libra të tjerë. Është një dietar më të shquar, i cili ka jetuar para 3 shekuj. Këtë libër e ka sqaruar një dietar bashkëkohor që quhet Sheikh Abdulrazak El Bedr, një nga profesorët e mi në Medinë. Është i biri i dietarit të madh të njohur që është prapë gjallë, Sheikh Abad, Abdul Muhsin Abad. Allahu e ruaj dhe shëndet. Ky libër, komentimi i surës Fatiha, rëndësia e këtij libri është shumë e madhe. Folëm pak herën e kaluar. E tham nga pyetjet që bëra unë, sa herë përsërisim surën Fatiha në ditë? Që kemi detyrë. Pra që namazit farz, sa rekate falim në namaz farz? 2, 4, 4, 3, 4. Sa i bie? 17. Harrut e punë. 17 e Altini. Kujtohet? Atë ishte byrek. Allahu begaton. Ta 17 herë hoç e përsërisim ne, pra kemi detyruar që ta lexojmë surën Fatiha. Përveç asaj që ne falemi sunete apo nafil. Po ne folëm pak edhe për rëndësinë që ka përqendrimi në namaz ose dhënia e haput namazit. Folëm pak për dënimin që ka i cili është i shkujdesur në namaz. Dhe bëm lidhjen, pra autori dallohet në shpjegimin ose komentimin e surës Fatiha se fillimi ai futet dhe lidh surën Fatiha me kë? Me namazin. Sepse shtylla kryesore e namazit cila është më e madhja, leximi i surës Fatiha. A ka namaz pa Fatihan? Jo. Argumenti hadith. La salat, nuk ka namaz vetëm me Fatihan. Kjo Fatihaja që në kërkohet namaz, a kërkohet thjesht me lexuar shkronjat e saj? Pa kuptuar? Pa medituar? Pa ndier? Pa na prekur në zemër? Jo. Pra mundëm, pra ç'kuptim ka ajeti kuranor mirë ata që falen, që të përsërisim prapë tani, inshallah me shpjegim pak më të gjerë pa. Thamë që shkujdesja ka përfshin 3 lloje ose 3 kategori njerëzish. Ai i cili e nxjerr namazin nga koha ose e vonon deri në fund të kohës, pa shkak. Shkujdesja e parë. E dyta, ai i cili neglizhon në detyrat ose shtyllat e namazit. Falet me nxitim. Thamë në si pula ose gjeli, ose si sora, që
shpejt e shpejt. Ose këtë detyrat e tjera, çfarë lidhet me namazin, nuk je përgjithësi. Dhe lloji i tretë ose kategoria e tretë e njerëzve që i përfshin shkujdesja që ka ardhur në ajetin kuranor, dhe mirë ata që falen që namazin e tyre janë të shkujdesur. Dhe ata pak e kujtojnë Allahun. Ato cilët nuk janë të përkushtuar, nuk janë të përqendruar namaz. Kur përmendet përkujtimi i Allahut në përteksa hyjnore, dhe një herë rregull lezër. Kur thojnë dhe përkujtoni Allahun, a qëllim madhëroni Allahun. Se përkujtimi i emrit Allahut nuk është thjesht me lexuar emrin e tij ose me recituar emrin e tij. Me thënë subhanallah. Edhe pse quhet dhikr, merr shpërblim. Por se thelbi, qëllimi i dhikrit është madhërimi i Allahut, është lartësimi i tij, është shenjtërimi i tij. Dhe devotshmëria ashtu. Është në zemër. Nuk është tu. Ashtu. Ashtu. Boron nga zemra. Prandaj autori përmend fjalën e një selefëve dhe thot: Allahu na ruajt nga devotshmëria e munafikut. Ose nga khushu'i i munafikut, nga përulja e munafikut, e hipokritit. Cila është kjo përulje e devotshmëri? Sa i quajmë kështu. Është ajo e cila është vetëm në pamje. Asgjë. Trupi përkullet, mundohet. Asgjë. Nëse zemra është e përulur me frikë, respekt dhe madhëri për Allah, nuk ka nevojë. Pra, veç yntyrët janë të përulura. Nuk ka nevojë për shtrëngim, nuk ka nevojë për ndonjë diçka më tepër se ç'duhet. Autori me shumë të drejtë e lidh Fatihan, tham e në kaluar, me namazin, sepse vetë Fatihaja është quajtur namaz. Allahu i madhëruar e ka quajtur Fatihan namaz. Qëndrimi në Arafat është quajtur haxh. Pse? Sepse tham, sikurse qëndrimi në Arafat është shtylla më e madhe e haxhit, ashtu edhe Fatihaja e lexuar me përkushtim është kushti më i madh i namazit. Autori e lidh me namazin për të na dhënë neve mësim dhe edukim se qëllimi i dijes është fryti i saj, që jep ajo. Dhe nga frytet më të mira që jep kuptimi i drejtit surës Fatiha, kuptimi, komentimi saj sure madhështore, që në të ka akide, ka besim, ka tauhid, ka lidhje të fortë me Allahun, ka lutje, përmend popujt e kaluar, përmend njerëzit, rrugën e njerëzve të mirë, përmend që Allah më ruaj nga devijimi i atyre të cilët ti je zemëruar me ta, dhe ata kanë humbur vetën e tyre. Sura Fatiha ndahet në 2 pjesë në namaz. Ka ardhur hadith, thotë e kam ndarë namaz në robit tim në 2 pjesë. Dhe ka për qëllim Fatihan. E para është nga Elhami deri ke Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Pastaj ihdina as-sirata al-mustaqim. Pra e para është për Allahun dhe kjo e fundit është për robin, lutja. Pra qëllimi i mësimit të komentimit të surës Fatiha është që muslimani të mbaj, të ngritur shtyllën më të rëndësishme
pas shahadetit. Cila është shtylla më e rëndësishme? Mbas dëshmisë, namazi. Namazi është lidhja jonë me Allahun. Nga të rohemi rrugëve iki, angazhohemi dynjan, tregti, takojmë njëri, takojmë tjetër. Probleme familje, shtëpi, shoqëri, farefis, lagje. Jo kjo, jo prish kjo, jo të blej këtë, jo të shkoj këtu, të shkoj atje, jo mori telefon ai, jo kjo, jo prish makina, jo prish televatrice, jo do të shkoj këtë dyqan, jo hop. Knotë e zani, kthehesh namaz. Qetësohesh prapë, del në bazë. Dhe qazimi, thoshte, mbaz, thoshte. Hyre në bazë. Pra u ktheve në bazë. Qelim Qeu ka qenë hodë qëtu, kemi qenë të ri, për 97, 98, edhe atë kena e gjetë, edhe ka pasë gjëra shumë të zeshme, hoxha i nderuar, Allahu më shëroft. Autori, subhanallah, e fillon, në tani tani këtë teksti, thot, dije, thot, dije. Dhe bën 3 lutje për lexuesin. Për kë lexues? Për ne, gjithashtu. Për ne është bukur e kujt dijes. Librat e të parëve tanë, ku i lexon, fiton dhe lutjen e kujt autorit. Allahu Ekber. Ti lexon, do të fitosh lutjen e një dietarit madh. Për shembull thotë, ka dëshirë që Shekh Fauzani, Shekh Abdul Muhsin Abadi, apo diu Miftiu, i Arabisë Saudite, ose një dietar tjetër, të lutje për mua. Hap librin dietarëve, lexon. Kur fillon libri, dietarët zakonisht parët të mëdhenjshmit që ndjekin rrugën e tyre, parëve, lutën për lexuesin. Lutën për lexuesin. Dhe thot autori, dije, çdo të thëra dije. I'lam, dije, njihu. Qëllimi është bëna të shuar neve, zjohen, kemi mendje, përqendrohemi. Pedagogji dhe mësues visi di shumë mirë, përqendrimi i nxënësit është një nga kushtet më kryesorë të përfitimit të mësimit, nga mësimi. Nëse nxënësi nuk ka përqendrim, ka të mësuesi që janë mësuesi, edhe nëse është në trup, nuk përfiton asgjë. Mësuesi ka mundje ke. Ço dhe muhabet, nëse jemi në tavolin, nëse goni flet diçka, dhe ose ka mendje, s'përqendrohet, nuk kuptoj hiç çfarë do. Se nuk e bëj lidhjen. Thot autori dije. Masi thot të urdhër, dhe ke ngjall urdhit të Allahut. Dije se nuk ka Zot që meriton të adhurohet, tjetër kush pos Allahut. Dhe kërko falje për gjunahin tënd. Dhe të besimtar. Ajit kuranor. Dije, ajit tjetër, se me të vërtet, jeta e kësaj bote është i mashtrit. Kanë ardhur shumë ajit kuranore me këtë fillim. Dije. Pastaj autori thot, Allahu të udhëzoft në bindjen ndaj tij. Subhanallah. Të dashur vëllezër, në çdo dua profetike, përveç mirësisë që ka duaja në vetvete, pra, kush preston përgjigjen e duas, ka edukim të zemrës të besimit tënd. Në lidhje me akiden tënd, me besimin tënd, pra lidhjen që ke ti me krijuesin. Kush kujton i dua nga dua që ne themi para gjumit? Ma me diku shtoj dua? Ose ta nxjerrë këtë celulari? Një nga dua që ne themi për para se të gjumit. Shqip. Allahu Ekber. Ti e i bindur, flegju, e thu, o Allah, me emrin Allah, bismillah, pra unë fle, shtrihem, o Allah, nëse ma merr shpirtin, më shiro mua si shke falur rrobat e tu të mirë. Dhe nëse ti më ngjall mua, më çon nga gjumi, më mbro mua si shke mbrojtur rrobat e tu të mirë. O di ç'do thotë kjo?
Kjo është akide. Kjo është besim. Ose, jo ka tjera, ka 10 të tjera. Theoni ke përboja muslimanit. Provoni sot, ta lexoni sot. Ja fatir as-samawati wal ard. O krijuesi i qiellit dhe i tokës, dhe çka midis tyre. Flej gjumë dhe i bindur se ndosha nuk qosh. Dhe i thua Allah, unë të dorëzova nefsin të këty, një lutje tjetër. Inni aslamtu nafsi ile. Unë të dorëzova nefsin të këty. Nëse ma kap, tërheq, më shëroj ato. Dhe nëse ti e lëshon, ure të gjithë thot, ti ruja. Akide, besim, tauhid, ripërtërit e besimit. Po pak me thellohemi dhe meditojmë. Kjo është problem. Dhe ne e lejmë sunetin, kjo është e keq. Nuk e praktikojmë. Dhe kërë praktikojmë për fitness. Ato që thot, ndjek sunetin, thot, Allahu të udhëzoft në bindjen ndaj tij. Gjithë thot, Allahu të udhëzoft në bindjen ndaj tij. Allahu të udhëzoft, të drejtoft, që ti je gjithmonë në bindje ndaj tij. Ti je gjithmonë në punë të mira. Allahu të ndihmoft ti nështrohesh Zotit tënd. Pastaj thot, Allahu të mbuloft ty me mbrojtjen e tij. Qoftë gjithmonë në mbrojtjen e Allahut nga çdo gjë e keqe. Pastaj thot, dhe qoftë gjithmonë në kujdesin e Allahut në këtë botë dhe në botën tjetër. Autori tani pa hyrë në tekst, në librin e tij, bën lutje për lexuesin. Ku tregon dashuri, dëmshuri, sinqeritet, mëshirë. Ai edukator, ai mësues që nuk tregon këto cilësi, nuk edukon pra njerëz tamam. Nuk edukon nxënës. Mund të edukoj pra me kështu, si thosh, makina ose gjëra që nuk e ndjen ai çfarë i thua. Nëse nuk ka një lloj dhe kush është profesor dhe ose ka qenë, dhe gjithë janë prindër, tonë shumica ato që janë fëmijë, e din këtë gjë. Raporti midis mësuesit dhe nxënësit, është raporti midis prindit dhe fëmijës. Duhet të ketë shpirt, duhet të ketë ndjenja. Jo vjen mësuesi dhe hapet librat, projektorin nizë, lexoni, ikni. Ja, s'ka kështu. Autori thot, Allahu ju uzof me bindjen ndaj tij. Ju mbroft dhe qofsh në kujdesin e Allahut, në dynja dhe në ahiret. A bën njeriu pa këto? A bën njeriu pa udhëzimin e Allahut? A bën njeriu pa mbrojtjen e Allahut? A bën njeriu pa kujdesin e Zotit? Kush mendon se ai nuk ka nevojë për Zotin, ai është shkatëruar. Kush mendon se ai ka mundësi të bëjë gjërat vetë, ai është shkatëruar. Është i humbur. Kemi nevojë për lutjen më shumë se për ajrin. Por ne se kuptojmë akoma, siç duhet. Allahu na udhëzoft me mira. Pastaj thot, dije thot se qëllimi kryesor i namazit dhe thelbi dhe shpirti i namazit është përqendrimi i zemrës në të. Tani ne po themi shpjegimi, komentimi i Fatihas, autori shok e namazit. Por si qëllimi është, ti thot lexuesit, nxënësit, që unë po e komentoj këtë sure madhështore, po sjell kuptimin madhështor të kësaj sure, në mënyrë që kjo sure të ndikojë tek zemra jote në namaz. Sepse është një sure që lidhja e besimtarit me të sure është e përditshme. Jo një herë, me 10 herë. Prandaj namazi që falet me khushu, me përulje, arrin frytin e namazit që do thot inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Me të vërtet namazi e ndalon njeriu nga punët imorale, imoraliteti dhe punë të këqija. E jep frytin. Dhe namazi është falë gjunahesh. Dhe namazi është shutje për zjarrin. Çohuni shuni ato që keni ndesur gjunat e juaja, për çohuni falun.
Qohuni dhe falin gjunahet. Hadithi ati i cili ka para derës të tij një lumë dhe lahet 5 herë. Nëse lahet 5 herë, pyetja është sahabëve, a do i mbesit të personit në një pisllet? Jo, thon sahabët. Ky është shembulli besimtarit. Ose hadithi tjetër që thotë, kur bie besimtari në ku, gjunahet që ka kurriz që bët, derdhën poshtë ikë. Edhe seshtë. Përqëndrimi i zemrës tek Allahu i lartësuar është shpirti i namazit. Namazi i cili nuk ka përqendrim të zemrës tek Allahu i madhëruar, është si trupi pa shpirt. Zot thot, pa shpirt, i vdekur. Namaz i vdekur. Namaz pa shpirt. Dhe për këtë dëshmon fjala e Allahut madhëruar, thot mirë ata që falen. Nuk thot mirë ata që s'falen. Mirë ata që falen, që në namazin e tyre janë të shkujdesur, dhe ne I përmendëm 3 llojet. Shikon filmin e telenovela, film aksion Hollywood. Te sabah. Fillet e zani, mirë xhamati namaz iku je. Pa mëse ka kohë. Oj nuse, kur dal dielli? Del në orën 5:30 burr. E po mirë, filmi ka dhe gjysore. Ai 25 ka po befa. Edhe fal 25. Dhe kur e fal, I futi në lloj shpejtësie, sikur ai namazi po e myt. Jo ta bëj namazin qetësi, kënaqësi. Do dalim një herë. Do tiki. Çohet. Për ta keq. Pastaj kur hyn namaz, o lum, o kapane, ose do llogarit të biznesit, ose do çka kanë për bërë nesër, do shkoj të bëj pazarit, do hap dyqanin, s'ka dyqan, ose do hap, do rregulloj këtë gjë, ose do takoj filanin, mas filanit kam takim me Agimin, mas Agimin kam takim me Yunusin, mas Yunusin kam takim me Besin, Së I gjitha. E kupton? Bën hallet e dynjas I bën namaz. Marë namaz, e namaz as dhe as lloj fryti vet, as vetëm ndikim në zemër, as. Prandaj të dashur vëllezër, çështja e përqendrimit të zemrës në namaz është nga gjërat më të rëndësishme të namazit. Dhe autori përmend ajetin kuranor dhe thot, mirë ato të cilët falen. Dhe kanë rënë dakord të gjithë dietarët që nuk është qëllimi për ato të cilët nuk falen. Sepse nuk do quheshin falës, falen. Falen, por se nuk I japin hakun namazit. Prandaj në hadithin që ka ardhur, namazi ose lutet për personin, ose e mallkon personin. Allahu të humb, siç më humbe mua, detyrat e mia. Prandaj nuk është çështje thjesht mekanikisht I bërë gjëra. Islami është feja e zemrave. Allahu nuk shikon çfarë, nuk shikon në fytyrat e juaj, pamjet e juaj, por shikon dhe çfarë? Punoni. Zemrat filloi, zemrat. Vendi ku Allahu shikon janë zemrat. Zemra është origjina. Punoj me zemrën duke pastruar nga dyshimet, epshet, gjërat e dyta që ka zemra, që nuk shpëton kush. Se fajësia, dëshira për të tukur, hipokrizia, vendimasia, vetpëlqimi, nënçmimi tjerëve. Prandaj besimtari duhet gjithmonë të jetë kujdesshëm. Dhe herën e kaluar përmendëm hadithin, që përmend ato 3 lloj, kategoritë llojet e pakujdesisë. Tham, ky është namazi munafikut të Profetit.
Namazi munafikut. E vonon namazin e tij sa ku lind dielli në bridhë e shejtanit. Pra në fund kohës, kur ai perëndon ose kur lind. Sepse ka prej idhujtarëve që adhurojnë diellin. Dhe një nga shpjegimet që dietarët japin këtij hadithi është që shejtani del para diellit. Kur ai lind ose kur perëndon. Që të ndjej shejtani sikur po adhurohet ai. Dhe ai cili e vonon namazin në këtë kohë i përngjan këtyre idhujtarëve. Në adhurimin e diellit dhe shejtanit. Allah na ruaj. Me kaq mund të mbyll inshallah, se ndoshta i mërzis më tepër pra me zjatjen. Inshallah herës që vjen, Kam, po, nuk e gjithë saj. Dikush thotë inshallah mbaron zjati pak tepër. Ti thot shmirshi e zjati. Unë do të thua ti vajti 7 minuta, mirë, alhamdulillah. Allahu beqato se unë përsëri të kaloj, inshallah se vjen përsëri që tham pak, edhe nga pak. Tan një herë javët, mundoni thuzet e tjera. Dhe bashkëmon në të mira. Duaj që duash në fund të ndahen. Luma i cili shfrytëzoi çdo lidhje njerëzore, shoqërore, familjare, farafisnore, për hajër, për devotshmëri. Imi të zgjuar, të bëjmë shkak që të tjerë të vinë, të afrohen në besimin. Dhe të bëjmë shkak që të afrohen ke mësimet për shkakun. Jam të për të afrohen ke mësimet. Hajde ula, prezantosh, rrim pa. Hajde pimi kafe, pastaj vim, ose mas mësimit pimi kafe. Allah beqato vëllezër, Allah ju nderoft, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah shpëlbet mirë. Allah ju nderoft.